Okej, erdhëm, u rikthyem edhe është koha e panelit për të folur për një nga debatet publike më të zjarrta ditët e fundit sa i përket bërjes së synetisë dhe synetullëkut tek djemt. Në Shtetet e Bashkuara ka nisur protestat nga ata që e konsiderojnë këtë si krim seksual, pra janë aktivistët që thonë kjo është e padrejtë, është një diskriminim gjinor dhe është një krim që bëhet ndaj të miturve pa miratimin e tyre. Ne në Shqipëri, po patjetër që djemve. Në Shqipëri me mësuar që bërja synet ka qenë një event i madh, sepse rritej burri i shtëpisë dhe ishte një ngjarje e madhe kur njerëzit vinin me shoka. Dhe që patjetër ka kuptimet e tyre, sidomos edhe në aspektin fetar dhe në komunitetin musliman. Flasim sot për gjitha këto debatet, sa e prek kjo Shqipërinë, sa të ndjeshëm jemi ne ndaj kësaj teme, dhe njëkohësisht sqarojmë pak se sa në të vërtetë është kjo shkelje e të drejtave të njerëzit. Dhe kemi në panel të ftuar mjekun androlog Ervin Tani, që do të flasim, mirë se erdhe, kënaqësi. Do të flasim nga aspekti shëndetësor se çfarë benefitesh është kjo, sepse patjetër është procedurë mjekësore, dhe imamin ish muftiun e Tiranës, Ylli Guren. Mirëmëngjes, mirë se erdhe, kënaqësi që kemi. Pak më vonë do të na bashkohet në bisedë Elsa Ballauri, që është aktiviste për drejtat e njerëzit, por do ta nisim fillimisht bisedën me ju. Unë do doja një këndvështrim të përgjithshëm nga të dy ju se çfarë mendoni për gjithë të debatin publik që është ndezur për shkak të bërjes së synet. A konsiderohet krim seksual apo shumë e rëndë të thuhet krim seksual? Atëherë. Doktor? Bërja e synetllikut është një procedurë, nëse di unë, e njoftur prej shumë vitesh. Domethënë, në zbulimet e gravurat e në të laçësisë e Egjiptit lashtë, ka dhe shenja ku tregon personin pozicionin duke bërë pozicionin e synetllikut. Pra është diçka shumë e vjetër. Tashti këtu në kohët e sotshme ne mund të them një gjë. Në Shtetet e Bashkuara, aty ku vërtet thoni ju ka kontradikte dhe ka kundërshtim të kësaj pune, ka pas një gjë që shoqata e pediatrisë ka vendosur që të bëjë synetlik të gjithë fëmijët sa po lindin. Pra në Shtetet e Bashkuara, ku kemi ne, ku e shohim gjithmonë si përparimi i shkencës, edhe atje bëhen studimet dhe nxjerrin konkluzionet, ne si mjek ashtu e kemi, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një mrekulli, për arsye se statistikat i kanë shumë të qarta dhe shumë serioze, kanë bërë në re që vendosën bashkërisht të gjithë mjekët që është e mira që të bëhen synet, dhe kur do ta bëjmë që në lindje. Pra, kur themi ne nuk i marrin leje prindrit. Sigurisht to nuk bëhet me forcë, nuk bëhet me detyrim. Që të thuash lindi çuni sot tashti dhe do të bëhet synet me detyrim. Jo, absolutisht jo. Këto e pyesim prindrin, nënën. Është një vendim i prindrit. Të mirat që ka të bëhet synet dhe ta bëjmë apo mos ta bëjmë. Dhe sigurisht që bëhet në masë të madhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Evropë nuk e kanë kështu. Në Evropë e lënë për më mbrapa, janë me kalimin e viteve e thonë që po desi të bëhet synet. Është zgjedhje. Normalisht gjitha këto kanë arritur në bazë të një konkluzioni. Që për arsye se të bëri synet ose mos bëri synet është një moment që mund të krijojë sëmundje shumë serioze, nga të lehta deri shumë serioze tek mashkulli. Do t'i marrim me radhë, i diskutojmë sa po të marrë një mendim edhe të imamit për gjithë të debatin. A do duket e kot që po bëhet ky debati? Marr këtu edhe aspektin fetar, këndvështrimin tuaj, sepse tek ju është një ngjarje e rëndësishme apo jo në komunitetin tuaj. Së dëshiroj të falenderoj që ndajmë studion dhe keni ftuar dhe doktorin nderuar, sepse shoqërimi dhe paralelja qoftë pjesa fetare, pra që për një pjesë mund të bëhet fjalë dhe shoqëria kështu është mozaiku musliman dhe të krishterët, si bashkëvëllezër kombëtar, por dhe pjesa mjekësore apo shkencore, e cila zbret në detaje natyrshëm që të jetë sa më e kuptueshme edhe për teleshikuesit që ndjekin programin me CN. Nga pikpamja fetare, ajo që preku pak doktori, saktësisht njihet si filles me profetin Ibrahim, faktikisht. Dhe nga atje, nëse do të shohim, po t'i referohem pjesës islam muslimane, nga atje marrim si piknisje ose si shëmbulltyr për ndjekjen e kësaj praktike. Profeti Ibrahimi, i cili e praktikoi të së për të ardhur pastaj kohë pas kohë, bëhet fjalë disa shekullore, pra mijëra vjet, një praktik dhe
Në pikpamjen fetare, ne shoqëria jonë, për fat ne nuk kemi këtu nga pjesa e religionit hebre, por në shoqërinë apo në religionin hebre, hebrejt e kanë shumë të kushtëzuar, thuaj se një kusht themelor të fesë, me patjetër, pra dikush që A është jeton. kështu edhe në islam? Në islam nuk është e kësaj natyre. Pra, nëse të bëjmë një shkallëzim, kategoria e parë e dytë, jo e parë. Por është e preferueshme, është e këshillueshme, është e pëlqyeshme që këtë përgjegjësi, që shumë përgjegjësi ne i marrim për rinit tanë. Pra, ne nuk zgjedhim dot fjallëve në moshën 2, 3, 5, 10, ose të jenë moshë, po them, madhore, por se është përgjegjësia, kujdesi dhe obligimi tyre që për djalin të rast, për synet likun, për cirkumcizmin, ta plotsoj prindi apo prindrit, sepse kalimi i moshës, është ajo që tha doktori Neru, e bën të vështirë dhe të panevojshëm një shtyrje tillë, biles, për më sakt, vetë i dashur jon, pra profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, e sugjeron që të jetë thuajse në javët e para. Pra, doktori do të më korrigjoj, po edhe do ta shtoj momentin kur ta marr fjalën, është shumë e preferueshme, edhe nga pra nëse do ta shohim siç e ka dalë në Shtetet e Bashkuara diçka traumatike, synetimi në atë moshë, nga ana psikologjike, sigurisht që është diçka nuk mban asgjë dhe nuk prek traumat, më thonë. Patjetër. Nëse do të ketë që, nëse ajo në fundit është një ndërhyrje kirurgjikale, ndoshta mund të vendosë tojza, por gjithmonë referuar moshës, pra ndryshe është në javët e para, ndryshe është viti i parë dhe pastaj kur kalojnë viti e kështu. Por në pikpamjen fetare është një pjesë e asaj që plotson, po them, kornizën e besimit të një personi, në rastin konkret të mashkullit, djalit. Por nuk është se është ligj kryesor. Nuk është kushtëzim, por nëse do të bëjmë dhe krahasimin që tha me drejt profesori, nga pikpamja duke e parë jo vetëm në lupën apo në këndvështrimin vetëm fetar, pra diçka që shiko është thënë, duhet bërë, po t'i shtojmë dhe pjesë është nga shëndetësore, mjekësore, kjo çon në atë që është shumë herë më mirë që të kryhet sesa të lihet. Cilat janë benefitet, doktor? Që unë pasi mjek këto. Patjetër. Dhe sigurisht kur ftesi mirë e pasqyroj edhe atë që shoh çdo Nëse unë jam androlog që bëj vizitën e mashkullit, sigurisht vizita e mashkullit është problemi i organit seksual. Dhe normalisht unë më them një gjë. Sëmundjet janë nga më të ndryshmet, nga të lehta deri të rënda, deri ke sëmundjet seksualisht transmetueshme, dhe ne i shohim kryesisht tek meshkujt që nuk janë bërë sunet. Pra normalisht edhe literatura e pranon që sunetëllimi, mos bëri sunet mund të krijojë një mundësi shumë të madhe për të pasur një infekcion mashkulli në vazhdim me kalimin e jetës, sigurisht. Dhe normalisht kjo është që unë e shoh përdit, pra meshkuj me patologji nga më të ndryshmet të prepuciumit, pra të lafshës penisit, e cila mund të shkojë deri edhe në kancer të penisit. Pra, kjo është një gjë që është dhe asnjëherë s'kam parë që ai që është bërë synet ketë probleme të tilla, shumë rrallë, ose shumë rrallë ose ndonjëherë shumë e mbrojtur. Pikërisht janë këto gjëra që kanë vendosur apo kanë arritur në konkluzion mjekësinë dhe të thuhet që është më mirë që të bëhet se sa mos ta realizosh një marrë tjetër. Sigurisht ne këtë kemi të detyrueshme për rastet kur kam patologji. Pra në qoftë se një mashkull ka patologji, i japim mjekim nga më të ndryshëm dhe nuk e kalojnë, nuk e kurojmë dot, atëherë i themi rruga jote është cirkumcizja, operacione. Dhe sigurisht ky mashkull që ka ardhur disa herë tek ne për të gjetur, për të kuruar atë sikletin e vet, me bërjen e operacionit ai shpëton nga ajo punë edhe e konservojmë të mbyllur këtë punë. Pra normalisht kjo bëhet në rastet kur ne themi që kemi për arsye mjekësore. Kurse për arsye fetare është tjetër gjë, për mua. Tashti, të bërit sunetlik, sigurisht është mirë të bërit sa në një moshë të re, por... Konkretisht deri në çfarë vjeç? Dhe në moshat fetare deri diku te 4-5 vjeç maksimum? Po, edhe 4-5 vjeç mund ta bësh, shumë mirë, por të gjitha gjërat, 6-7 vjeç, por të gjitha këto
duhet bërë, në rastin konkret duhet bërë në spital, në kushtet spitalore. Kjo është e keqe, që në kushtet spitalore mund të bësh këtë operacion në kushte. Për është ndërhyrje, se do të ketë një farë anestezie, se nuk të lë fëmija trombet, të lëviz, bën. Kështu që në rastin konkret është vetëm të bërit në spital. Do më thonë, të gjithë me rastin, me që jemi këtu në televizionin tuaj, i themi që kush ka ndërmend që të bëj apo do ta bëj synetlikun në kushtet spitalore, në asnjë mënyrë në shtëpi. Në bërje në shtëpi, se ka që përpara bëshën dhe në shtëpi, e bënde edhe berberi, ka që kasabi. Ka qenë kjo problematika që thot me drejt doktor. A do sot e njëjta gjë? Kjo në mënyrë jashtë ambiente spitalore. Po, ka ndodhur, pra. Po përpara përgjithsisht ashtu bëhet, paktën me sa di unë familjet shqiptare, ata që praktikojnë fen musliman. E domosdoshme, për mendimin tim në rastin konkret. Se disa fëmijë prindërit i sjellin shumë vonë, relativisht vonë, 12, 13 vjeç edhe 15 vjeç ka ndodhur raste. Do të kjo sepse ata shohin që djali po shfaq probleme, që në moshë të hershme dhe drejtohen patjetër, apo është si diçka që ka mbetur pezu dhe duhet bërë një rekomendim mjekësor? Përse përket cirkumcizon, pra ka disa raste që ju të bërë patjetër. Pra në rastin e fimozës, do më thënë në qofë se prepuciumi, pra lafshë penisit, është ngushtuar dhe nuk lejon që të dali glanc penisi, koka e penisit, është e mbyllur, kjo krijon gjithmonë një terren përshtatshëm edhe një problematik për djalin. Në rastin konkret, kjo është pa fimoza, është një detyrim domosdoshëm kirurgjikal për të realizuar. Pak a shumë, edhe parafimoza është një gjendje e tillë. Pra, në rastin kur kemi këto shenja, kemi këto probleme, vajtjen e cirkumcizit është një domosdoshmëri. Nuk i shpëton dot, se do një zgjidhje pra. Zgjidhja është operacioni. Duhet patjetër. Kurse me kalimin e kohës, me rritjen e mashkullit, sigurisht kjo parat edhe nga prindi nga gjithë, po kjo është, si thosh, domosdoshmëri. Dhe bëhet e domosdoshme për arsye se të krijon problemet më të mëdha, shqetësimet më të mëdha, dhe sigurisht e pajisur me infeksionet në kokës penisit, në qoftë se nuk e realizon. Pra, sigurisht në rastin kur po themi, pastaj zgjidhja është e vetë prindit e mënyrës se si e ka djali dhe mundësia që ai ka. Patjetër, okay. Por normalisht kur themi ne për prindër, më falni që po them, ne mund të bëjmë dhe moshat më dhaja. Ne bëjmë synetësizëm edhe moshën 60-70 vjeç. Bëhet? Sigurisht që bëhet. Pra është një indikacion kirurgjikal për të krijuar dhe për të eliminuar patologjinë që ka. Se kemi raste domethënë problematike që koka e penisit është bllokuar nga lafsha e penisit. Dhe kjo ka ardhur si pasojë një mosbërje synet. Sigurisht këto janë rastet, pra gjithmonë ka ata që nuk janë bërë synet. Pra, në rastin e punës time për kaq vitesh, unë nuk kam parë një person që të jetë bërë synet, jetë synetuar dhe të ketë probleme. Infeksionet mikotike apo infeksionet e tjera bakteriale që ka rasti konkret. Në aspektin shëndetësor është mos e sugjeruar kjo. Ndërkohë, kemi lidhje direkte te Elsa Ballaurin, e cila është aktiviste e drejtave të njerëzit. Elsa, mirëmëngjes, të përshëndesim. Mirëmëngjes. Kënaqësi që të kemi program. Është kënaqësi. Tema për mua ishte shumë interesante. Besoj po na dëgjoje. Nga ato që Besoj po na dëgjoje dhe jam shumë kurioze të di qëndrimin që ti ke për debatin publik që po bëhet dhe për protestat që po bëhen. Je pro apo je kundër? Është krim seksual nëse bën të miturit djemt synet pa miratimin e tyre? Shiko, e di si është puna, gjithmonë televizionet tona ne duhet jemi pro sa kundër. Unë do desha më shumë ta shpjegoj dhe të tregoj se si te unë ky fenomen është konceptuar dhe e para punës ajo që po ndodh në Amerikë, në qoftë se nuk e di çfarë për masa shka them drejtën, por ajo që po ndodh qoftë edhe pak, më duket se është shumë interesante edhe në një aspekt së pari një kështu fillestar, nga fakti që më në fund kemi djemë që protestojnë për disa gjëra të cilat lidhen me pjesën e tyre
me trupin e tyre, me jetën e tyre, me një gjë e cila në fundit duket sikur është një gjë komplet private, personale, sepse deri më sot gjithmonë shohim vajza, gra, shoqëri të cilat reagojnë se çfarë po ju ndodh vajzave. Po me trupin e tyre, me psikën e tyre. Elsa, se po këtë po e quaj një krim seksual. E di që do pose e di që do një pose një jo, dhe në këtë rast intereson më shumë një po. Jo, thjesht duke qenë se qëndrimin. Por protesta para shumë. Më tani ta shpjegoj çfarë mendoj unë në lidhje me qoftë me protestën. Mendoj që ka një zhvillim gjithmonë të mënyrës se si njerëzit, shoqëritë sot dhe sidomos të rinj konceptojnë protestën. Kështu që në këtë aspekt është shumë interesante ta dëgjosh edhe mendoj se nëse ata mendojnë kështu, është komplet e drejta e tyre ta mendojnë, ta diskutojnë dhe ta quajnë qoftë edhe krim seksual. Nuk mendoj se unë personalisht nuk mendoj se kemi të bëjmë pikërisht me këtë gjë. Tani personat atje zotrin të shpjeguan shumë mirë në aspektin fetar, por sidomos në aspektin shkencor. Ajo që dim në lidhje me synet lëkun, si thua, që është pak fjalë kështu nuk më pëlqen si fjalë, shumë turqizma si kam qef, por ne nuk ja kemi gjetur fjalën shqip. Është duket sikur është pjesë vetëm pjesë e fesë. Sigurisht është bërë pjesë e fesë. Në fundit, por çfarë është pagëzimi? Pagëzimi është një gjë, një detyrim që prindrit i japin fëmijës kur sapo lind, duhet të pagëzojnë, qoftë ortodoksët, qoftë katolikët, dhe bëjnë atë të varur me një fe të cilën nesër pas nesër fëmia nuk e pranon. Nuk është fizike në kuptimin e ndërhyrjes fizike, por është psikologjike, i japin një drejtim. Dhe shpeshherë kam thënë këtë vetë që më kam pagëzuar pa djenin time. Pas zgjedhjen time, nesër pas nesër çdo fëmijë që rritet kërkon që mos vazhdojnë atë fe, jo çdo fëmijë, por shumë njerëz, dhe jo se kanë të vështirë, por do t'i duhet qoftë edhe një ndryshim apo një përpjekje teknike për ta zgjidhur këtë çështje, gjë që nuk ka dashur ta bëj nëse do ta kishte zgjedhur vetë. Në lidhje me këtë që, domethënë çfarë zakonesh janë bërë pjesë e fesë, unë mendoj se ka pasur një zgjuarsi të atyre që kanë ardhur në emër të Zotit, sepse kam bindjen time, duke qenë agnociste, kam bindjen time dhe në lidhje me shpjegimin që mund t'jap, por nuk do ta vazhdoj në këtë aspekt. Është pak më sensitive kjo. Ata kanë pasur një bindje që po i ndihmonin njerëzit. Domethënë është parë edhe shkencërisht se ka një zgjidhje më pozitive për këta njerëz dhe për natyrën njerëzore të mashkullit, ata më shumë e kanë ndihmuar. Pastaj kjo është futur në fe. Dhe feja të bën të detyruar ta bësh. Dhe detyrimi padyshim që në rrugën e tij krijon dhe shumë probleme. Qofshin këto në këtë aspekt imami thotë që nuk është detyrim. Ja sa e përmase, jo në atë formë. Në qofse bëhet detyrim, sigurisht s'është detyrim, por në qofse bëhet, dhe sidomos për njerëzit që besojnë shumë bëhet, jemi realista, sidomos në Shqipëri, këtë e kemi parë, është një histori shumë e vjetër. Dhe në qofse, për shembull, kjo nuk do të vetëm te muslimanët shqiptar apo te pjesa e Arabisë, por ndodh te ebrejt shumë, nuk e di, ju e dini që gjatë luftës dytë botërore, një nga arsyet pse ebrejt kapeshin nga nazistet ishte se ata kontrolloheshin pikërisht për këtë gjë. Dhe me një dalloheshin nëse ishin bërë synet apo jo. Dhe nëse dalloheshin ata automatikisht futeshin në përkampet e përqendrimit dhe mbaheshin. Domethënë ishte bë një detyrim. Dhe në qëse detyrimi të i kalohet, pa dyshim që këtu mund të ketë dhe trauma, ka dhe probleme mjekësore të pazgjidhura mirë që të sjellin dëm për fizikun, dhe unë mendoj se kjo është një gjë që këto gjëra duhet diskutuar. Elsa, ti si e shikon për shembull dhe faktin që synet liku bëhet tek djemt në një moshë që ata nuk e kanë pak a shumë iden dhe çfarë po i ndodh, janë shumë të vegjël.
bëhet le të themi dhe pa djenin e tyre. Doktori duke të shpjegoj, po pra, kjo është e lidhur me fen, do me thënë që vendimin e marrin prindrit, dhe kjo është e lidhur ndoshta në mënyrë të zgjuar, sepse kemi parë që profeti ka dhënë disa gjëra të cilat për mendimin tim s'ka lidhje më shumë me Zotin, se sa ka lidhje me mënyrën se ai ka dashur të mbrojë komunitetin e vet. Për shembull larja, pse është larja te muslimanët? Sepse njerëzit ishin pis. Mishi i derit që nuk përdoret, sepse deri ka pasur probleme sidomos në periudhë të caktuar me helmimet që janë dhe benefitet shëndetësore, jo vetëm fetare. Janë lidhur të gjitha me shkueshmërinë sa më të mirë të fizikut njerëzor. Po, pra nuk është vetëm aspekt fetar. Elsa, për shpërndarë dhe pak bisedën në studio, se do kthehemi sërish te këti. Imam, do doja të gjëja pak nga ti nëse një person, një djalë që nuk ka kryer, nuk është bërë sunet, a është më pak i prirur për të qenë besimtar i denj, sepse di që kjo është dhe një kusht sa i përket edhe pastërtisë që ju duhet keni para faljes së namazit. Në fakt, mua më vjen shumë mirë, ndaj thash fillim që në studio kemi edhe doktorin, sepse shtjellimi përmes dhe gjuhës dhe faktimi shkencor e largon, po themon atë pak sa ndërquaj ashtu, nuk parasysh është atë pjesën e errët fetare, pra drejt për drejt, një kushtëzim, vetëm kjo fe e ku gjën. Në fakt kjo është e gjitha pastërti. Du të them dhe diçka, doktori ma konfirmon, që ka dhe fëmijë apo persona të cilë nuk e kanë të nevojshme. Pra lindin thuajse nuk e kanë të nevojshme thuajse, nuk e kanë të nevojshme. Ta janë shumë të rralla, por që ka. Pra nuk është 100% që duhet në patjetër. Ka raste të tilla, doktorët kanë hasur. Dhe ajo që përmendi në fillim doktor, unë kam patur raste që kanë kryer ndërhyrje dhe mosha shumë madhore. Pse shqetësime her pas here, mosha 50 vjeç. Sigurisht, në rastin e gjithmonë në ambientin spitalor, sepse është sado që mund të quhet i lehtë, gjithmonë për moshën, por në momentin që mosha ka avancuar, është operacion. Që të përshëndrojmë pak. Gjithmonë bëhet për arsye, pra feja na thotë që duhet jemi më të pastër, apo ka dhe një arsye tjetër pse njerëzit me mashkull i praq duhet bërë sunet? Jo, është nga 1 tek 10 është pastërti. Vetëm pastërti. Absolutisht. Kjo është arsye. Pastërti dhe ajo që me drejt thotë edhe Elsa. Shpreh konsideratën nga respektin që ndajmë shumë herë tematika dhe studiot me Zorin Ballauri, është që është pjesa fetare, aso kohë, pjesa shkencore ndjes, nuk ka pasur asnjë studim. Po them përmendi profetin Muhammed pa qoftë mbi të vitet 600, studime shkencore as bëj fjalë, as gjikundi. Por vërtetësia e thënies profetit ndoshta do të konfirmohej shumë kohë më vonë, jo sot, edhe pak më para, që nuk ka qenë vetëm fetare. Nuk është thjesht ta bëjnë ta myslimanët dhe të tjerët ku diun. Jo, edhe dikush tjetër nëse e praktikon, është e gjitha pastërti. Në qartë. Në moshat më të hershme. Nëse nuk e bën këtë për si proces, pra një mashkull që nuk e ka bën, nuk është i pastër plotësisht gjatë faljes. Jo, është i pastër. Ai mund të kryejë adhurimet e tjera, qoftë ditore, qoftë vjetore, qoftë tjera më radhë, por që në aspektin jo vetëm fetar, por dhe shëndetësor, ka një mangësi në aspektin e pastërtisë, e cila Zoti mos e dhënë, por në disa raste ka çuar që edhe në moshë madhore që përmend doktori, me drejt është drejtuar doktorit. A lejohet që të predikojnë fe muslimane, të shkojnë në xhami, pra... Po, lejohet, sigurisht. Edhe në aspektin e smundjeve veneriane, pra HIV e AIDS-i, është shumë më mbrojtëse situata për një person mashkull i cili ka kaluar synetimin në raport pa tjetër. Por edhe në aspektin fetar është e cilësuar kjo, që pa çka sa atëherë ndoshta nuk ka patur, ose ka qenë shumë trallë ose të pastudiuar, po them për AIDS-in e tjera më radhë, që është mbrojtëse, është pastërti, por është dhe mbrojtëse nga shumë smundje që mund t'i linin
personit mashkull nga një mangësi e tillë. Unë jam shumë dakord për këndvështrimin fetar dhe atë shkencor dhe mjekësor. Ajo çka më ka bërë përshtypje si një vajzë që edhe në familjen time është përjetuar një ngjarje e tillë dhe një procedurë e tillë tek vëllai, edhe më bën përshtypje që pse në familjet shqiptare, dhe doja edhe përfshirjen tënde këtu Elsa, konsiderohet si bërja sunet si madhështia e madhërishme e të birit të shtëpisë, e prirjes të burërisë, ngjarje më të madhe nuk ishte në fis, pse ishte kaq gjë e madhe një procedurë mjekësore? Pse ne kemi hiperbolizuar kaq shumë? Pse nuk bëjmë kështu kur heqim tëmthin për shkak? Le të themi. Kjo ndodh, sepse është e lidhur me fen, kaq, se kjo ndodh në familjet shumë fetare. Po pse kjo tregon burëri? Është çështje burërie, se nuk e përmendëm fare deri tani. Unë mendoj se kjo tregon këtu. Ndjes, plotsojni se e vazhdoj, nuk ka problem. Jo, vazhdojnë. Jo, këtu unë jam si në shumë çka me zonjën Ballaur, Elsa. Në fakt, për ta thënë me sinqeritet, nuk duhet bëhet ky dallim i kësaj mënyre. Kjo festa. Sepse në një farë mënyre është dakord, por kjo është jo gjykimin tim, por në fakt në të vërtetë në lirësinë e fesë, kjo është një lloj diskriminimi i panevojshëm. Pra me pjesën, me vajzën. Qoftë edhe në familjen, qoftë se prindit kanë një vajzë ideale, ta bësh të, fjala vjen për djalin, është një lloj diskriminimi, ndoshta i pavetdijshëm, por që nuk është. A që e bëjmë në ve, apo është dhe në fe? Pra festën e bëjmë vetë ne? Jo, në fe nuk është. Atëherë e bëjmë ne? Tjetër është dreka, apo me ftuar dikë, ku diun e ndan si një lloj, po them, që kalon për fëmijët dhe siç përmendi, ku diun, diçka tjetër, por jo për t'i dhënë atë që përmende, pompozitetin, apo kujdu një lloj ndarje që shiko, djali, apo e kam fjalën, është shumë herë më i nevojshëm, më i vlefshëm, më i dobishëm për familjen sa vajza. No, në mënyrë absolute kjo është pastaj shkohet drejt. Pse ne kemi mentalitetin pra, ja për Gjojnë Elsën? Këtë, ju a them dhe diçka tjetër, në para 90-s, në fakt, gëzimet dhe bashkimet tona kanë qenë shumë të rralla në sensin edhe pamundësia financiare, sepse Elsa e konfirmon më mirë apo doktori për arsye të moshës, po dhe unë majmen paksa, pjesën para 90-s, kanë qenë shumë të rralla dhe pamundësia ekonomike i kushëzonte të gjitha këto. Dhe në rastin më të parë, një festë e tillë, pavarësisht se nuk ka qenë shumë e ligjëruar, nuk lejohej, por gjithsesi bëhej një farë ftese aty më radh, si e tillë ishte edhe, po themon edhe dërgimi në ushtrinë, qofse. Ndoshta nuk është i ngjashëm, por kur shkonte dikush ushtar nga familja, ishte një rast deri diku brenda mundësive ftoheshin më të afërt për bërë një darkë. Aty është e kuptueshme këto se ajo një para 90-s. Por një procedurë mjekësore, doktor? Para 90-s, ne nuk mund të themi kështu se kur themi para 90-s u vendos rritet fetare të ndaloheshin, kur u bë, domethënë, me urdhër. Po, pas 67-s, ha? 67-s. Ne po themi dhe para 67-s, këto festa ishin shumë të mëdha, kur niveli ekonomik i popullatës ishte vërtet shumë e dobët. Megjithatë këtu kishte festa fetare dhe deshta ai kishte ai të madhe, hynte në borxh, kërkonte etj. Apo rregulloheshe që ta bënte këtë festë. Kishte vërtet diçka të madhe. Ka diçka që nuk është vetëm thjesht pastërtia. Se pastërtia e ka dhe ai që nuk është bërë sunet. Po të merrem kështu, nuk do të thotë patjetër sunet liku është i pastër. Ai që s'e bën është i pastër. Ka një mundësi që ai që është bërë me sunet, pra ndaloj atë që thamë ne shumë patologji, shumë smundje, shumë smundje që mund të kalojë ky personi për efekt të mosbërjes sunet. Por këtu që ne kalon edhe ai që, domethënë, ku mënyra e të komunikimit apo të qenurit, themi që personi i cili bëjnë është problemet fetar. Fetari është, ka shumë të thellë, ka shumë të fortë. Me drejt, ajo që thoni ju, thellësia e kësaj, apo nëse, ndoshta nuk është fjale e dur, po madhështia është sepse ti ndjek, pra ose ecën pas gjurmë të dikujt që ka qenë profeti i njerëzimit. Pra nuk është diçka e thjesht edhe në aspektin fetar, në fakt,
Pra, po them një obligim që e bën, se bën, okej. Pra feston se po bën diçka që ka bërë dhe profeti. Por është një patjetër, është ecja në gjurmë të profetit Abraham, prandaj e përmenda Ibrahimin, dhe është e sugjerueshme, është e këshillueshme dhe kohë pas kohe, apo dekat pas dekade, edhe vetë mjekësia ka dalë në të me drejt në përfundimet që kjo është më shumë e dobishme se sa e panevojshme. Kalim të isa për të mbyllur dhe pastaj rikthehemi te doktori. Eksperienca njerëzore, mund të themi ne, ka krijuar që të bëri sunet është diçka që profiton. Po, ja do kthehemi sërish te ti doktor, se kemi një dy pyetje të fundit për ty, po një fjalë të fundit Elsa për ta përmbyllur. Kisha një qendrim për këtë që po diskutonit me imamin apo jo? Jo, në lidhje me, është vërtet që është e kaluar ajo që ndoshta duhet të ndodhë në natyrën njerëzore të mashkullit në këtë rast, atëherë kur duhet të ndodhë. Dhe te kalimi është ajo që është lidhur ngushtësisht me fen, dhe feja vetvetiu e ka bërë edhe mashkullin të humbat privatësinë e tij në këtë rast, pavarësisht se në çfarë moshe është dhe pavarësisht sepse kjo nuk ndodh vetëm në bebet, por kjo ndodh edhe kur një djalë është për shembull në moshën 15 vjeç. Dhe në moshën 15 vjeç detyrimisht duhet ta bëj atë gjë, atëherë festa e madhe është pikërisht një lloj diskriminimi karshi tij. Dhe nëse kjo protestë është lidhur me këtë gjë, kanë shumë të drejtë natyrisht. Këtu jam me një po, sepse pra sipas jush po është krim seksual. Do me thënë, nuk ka thua krim seksual, nuk është krim seksual, sepse në qoftë se do ishte krim seksual, dhe është ai zakoni i tmerrshëm në Afrikë, për shembull, kur vajzat do të thënë ju presin klitorin dhe është një tjetër gjë e cila është një traumë e tmerrshme. Kjo ndihmon që në përmirësimin e shëndetit të mashkullit. Por ndoshta jo gjithmonë, dhe duke qenë se kjo së pari prioritetin e ka fetar dhe pastaj shëndetësor, këtu është gjithë problemi. Atëherë këtu cënohet privatësia, edhe në aspektin psikologjik, sepse një fest për diçka, sigurisht Shqipëria e ka pasur. Pra ju po thoni në rast se do kishte mbështet fillimisht shkenca dhe më pas feja, këtu s'do kishte problem pastaj. Kjo sigurisht për këtu është shumë më e lehtë për ta diskutuar dhe për të shpjeguar. Çfarë problemi ka nëse ka thënë feja fillim? Jo, s'ka lidhje me... Shiko, feja e ka thënë në bazë të një shkence, e cila ne tani nuk e kupton për në atë kohë, mund të mos jetë në nivelin e shkencës së sotme, por si që thash, për mua profeti ka qenë një shkencëtar i madh, ka qenë madje edhe një mjek mund të ketë qenë, sepse ka kuptuar një gjë e cila e ndihmon njeriu. Por nuk ka lidhje me këtë, ka lidhje me faktin që nëse kjo gjë mund të bëhet dhe duhet bëhet, po pa u lidhur me fen në atë formë të tillë që edhe ta diskriminojë natyrën e mashkullit, personin, atëherë do jetë shumë e pranueshme dhe nuk e di se sa si e diskutojnë këtë gjë, këtë fenomen, si e diskutojnë vetë protestuesit. Ata e quajnë një diskriminim, në këtë rast një krim seksual, sepse mendoj unë, sepse është e lidhur, pikërisht është e lidhur me fen. Dhe unë nuk e di se cilët janë protestuesit, nëse protestuesit janë dhe kundër fesë muslimane në përgjithësi, vetë kjo është një mënyrë për të thritur, për të bërë një protest. Por protestuesit mund mos jenë vetëm jo të fesë muslimane, mund të jenë protestues të vetë komunitetit. Elsa, e kuptojmë që ke qëndrime të përzjera në varësi të situatës. Jo, s'ka vetëm me përzjerjen. Jo, flas që nuk ke një po ose një jo absolute. Patjetër. Prandaj po them. Ne të falenderojmë shumë. Si festonin ja dhe diçka, si e festonin shqiptarët. Të fundit fare se kemi kaluar kohën, thotë. Shqiptarët në atë kohë bënin festa dhe kur merrnin televizorin, kështu që festat e ne kanë kaluar edhe përtej logjikës fetare shpeshherë, nga për shumë arsye. Dhe një nga arsyet është një mbeturinë që na la ajo perandoria osmane, edhe ato gjëra që na i lan, ne i transformuam dhe i kombinuam në formë shqiptare dhe kryesisht jo të mirë. Megjithatë është një temë shumë interesante. Faleminderit që më Faleminderit shumë kënaqësi. Faleminderit shumë të përshëndesit. Doktor, për të rikthyer edhe një herë tek Tiri, kishte diçka për ta pyetur? Kam një pyetje fundit për doktorin, faktikisht. Si përfundim, synet lëkut, doktor, është
Diçka e nevojshme apo e domosdoshme për një mashkull? Pra, e domosdoshme në qoftë se do kesh një patologji të pjesës organit, kryesisht kokës dhe lapshës penisit, dhe që bën problematik për të vazhdu, për të thellu akoma më shumë kjo patologji dhe të hapen problema më të mëdha. Pra, në këtë rast ne i themi, jemi të detyruar që të bëjmë synet. Mbasi kemi provuar dhe mjekimin e mundshëm, por që nuk ka pas rezultat. A është domosdoshme që të bëhet që fëmi në këtë rast? Jo, ne po themi kur e shohim domosdoshmërinë kur ka patologjin, kur është i rritur. Pra, kur ky person është i detyrueshëm që ta bëjë. Pra, këto gjëra bëjnë që në fëmijë, se tash normalisht unë ka pas raste me dhjetëra, edhe biles e kam bërë një qëndrim kritik, është i djalit që kisha përballë në klinikë, ku ai me fimozë, fimoza është domethënë që e ka mbulu kokën e penisit. Në rastin konkret, koka penisit nuk del jashtë, pra ky person aktin seksuale bën me defekte, partnerja vet nuk ka të kënaqësinë që duhet kishte, për arsye se koka penisit që ka ato mbaresat nervore, që është pjesë mukoze, pra i themi, mbaresat nervore që i do t'i japi atë ndjenjësinë edhe fundi fundit kënaqësinë seksuale, ky e ka të mbuluar, domethënë nuk i hapet, se domethënë prepuciumi, pra lapsha e penisit është i mbyllur, është që në fillim, është pra fimoza. Në këtë rast ka kaluar në gjithë ato vite, ka pas dhe shoqen e vet në krah, edhe kur vjen puna, ky është person i cili ka pas defekte edhe në marrëdhëniet seksuale. Po, pra ndikon, bërja synet ndikon edhe në marrëdhëniet seksuale. Në rastin konkret, kritikat kanë qenë edhe të hapura aty, ore, po, t'jele me djale simpatik, i shoje, ajo pret që të shkoni bashkë kështu në këne, ti u vje me këtë, dhe më thënë gjë që duhet të bëjë që kom për para. Doktor, trauma vete duhet jetë të bësh synet 30-40 vjetë. Jo, nuk ka trauma. Se fëmi të paktu si kur kalon. Që trauma? Sështë në gjëmë. Si di, shumë vete janë të knajgjur. Penisi merë dhe bukurin e vetë, bëhet më i këndshëm, më i pagur nga pamja. Ka shumë vete. Se të shika dalë edhe këto. Që që du të them kështu, pse trauma, nuk ka në gjë. Ti të i thush, do kesh, po, pyetjet janë akademie, gjatë kohës që bëre me anestezin me gjithë, nuk ka dhime, taksirat e keqit për 3 javë nuk do të bëjë do të thëk seks. Seksi nuk do të bësh, gjatë kohës kur riparohet apo ti e ke prerë. Një javë ke dhimje, pak dhimje, se nuk është një dhimje kush çfarë, por mos i kalon ajo, gjërat janë mrekulli. Çdo gjë përmirësohet. Nuk është trauma, ç'është trauma. E sugjeron sigurisht ai fillimisht nga frika fillimit, kam dhimje, s'kam dhimje. Dhe normalisht ai ka pak dhimje, por sigurisht kalojnë me mjekimin me gjitha, pra gjithë me cileja këtu është, kështu që nuk mund të thuash si e mendon që 30 vjeç që kanë kalu tramë. Jo, më tramë nuk e kalu, se nuk e kanë krap me zorë, ta lidhin e ta bëjnë hajde këtu. Jo, ai kanë me këmbë veta, kur do vish, si do vish në këtë bëjë. Është për tjerë. Ishte shumë kënaqësi, faleminderit shumë për gjithë mendimet qytetare që ndat edhe për gjithë informacionet. Ishte ekstra dhe kuptuam realisht çfarë. Jemi më të qartë edhe ne për debatin publik. Faleminderit, kemi mbyllur pjesën e panelit. Të urtë ishim sot, prisja më shumë debat. Shumë qytetar, po. Po gjoja, po unë rash dakord nga ana tjetër se... Po, në një pikë të gjithë bjem dakord që nga ana shëndetësore të paktën është gjëja më e mirë që mund të bëhet. Okej, ikim reklama dhe kthehemi pas pak në sferën e radhës.